Kuvendi i Shqipërisë miraton me 92 vota pro një deklaratë të përbashkët në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Në deklaratë theksohet se Prokuroria Speciale rrezikon të krijojë një shtrembërim të rrezikshëm të historisë. Në gjykatën speciale të Hagës bëri sot mbrojtjen avokati i Kadri Veselit. Ai i kërkoi gjykatës të mos marrë përbazë dokumentet e ardhura nga Serbia, ndërsa shprehu bindjen se ish-kreu i Kuvendit të Kosovës do të dalë i pafajshëm. Kryeministri Edi Rama akuzon gjykatat se kanë dhënë 92 vendime në favor të gjyqtarëve apo prokurorëve të shkarkuar nga vettingu, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një efekt financiar në vlerën e 12 milionë eurove. Një ndërtues 58 vjeçar tentoi të grabis me Kalashnikov në mes të ditës filialin e një banke të nivelit të dytë në kryeqytet. Ai arriti të marrë në sportel vetëm 950.000 lekë, por u ndalua me njërë nga policia. Hetuesve u tha se kishte borxhe. Ekspertët e ekonomisë japin alarmin se aktet në ligjore për ta bërë të zbatueshëm ligjin e basteve online nuk miratohen si pasojë e presionit nga grupet kriminale. Sipas tyre, përllogaritet që nga ky aktivitet i palishëm shteti të ketë humbur deri tani afro 70 milionë euro. Rusia ka bllokuar plotësisht përdorimin e aplikacionit të mesazheve WhatsApp në vend, duke akuzuar se nuk zbaton ligjet ruse. Autoritetet sugjerojnë që në vend të tij përdoruesit të përdorin platformat vendase. Shqipëria do të njohë sot kundërshtarët në Ligën e Kombeve në shortin që do të hidhet gjatë pasdites në Bruksel. Kombëtarja është pjesë e Ligës C, ku ndodhen skuadra si Finlanda, Slovakia, Bullgaria e Armenia. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 92 vota pro një deklaratë përbashkët në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në gjykatën speciale në Hag. Në deklaratën e votuar nga të gjitha palët theksohet se Prokuroria Speciale rrezikon të krijojë një shtrembërim të rrezikshëm të historisë, duke barazuar luftën për liri me krimet e regjimit serb të Miloševićit. 92 deputet pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt deklarata miratohet. Teksa Prokuroria e Hagës kërkon 180 vite burg për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kuvendi i Shqipërisë doli me një deklaratë të përbashkët, duke shprehur mbështetje të plotë e të pakushtëzuar për pafajësinë e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Kuvendi vren me shqetësim se kërkesa e Prokurorisë Speciale rrezikon të krijojë një shtrembërim të rrezikshëm të historisë, duke barazuar luftën legjitime të një populli për mbijetesë dhe liri me krimet e regjimit serb të Miloševićit, i cili kreu spastrim etnik dhe krime kundër njerëzimit ndaj popullit të Kosovës. Miratimi i kësaj deklarate erdhi pas propozimit të bërë më herët nga kreu i grupit kuvendor të socialistëve Tauland Balla, e cila duhet gëzojë mbështetjen e gjitha palëve në Kuvendin e Shqipërisë për t'i bërë qartë Hagës dhe çdo aktori tjetër se Shqipëria dhe shqiptarët nuk mund ta pranojnë një balë të tillë të hedhur kundër një lufte çlirimtare, sikurse ka qenë ajo e popullit shqiptar të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Demokratët të cilët morën pjesë në hartimin dhe më pas votimin e deklaratës, e cilësuan përdorimin e figurave të luftës në Kosovë nga ana e maxhorancës, shmangje të vëmendjes nga çështjet e tjera. Unë kam shprehur pikpamjet e mia lidhur me atë proces, përdorimi i ish-udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe udhëheqësve politik të Kosovës nga një kriminal ordiner si mburoj është një akt i shëmtuar. Në deklaratën e përbashkët, Kuvendi i Shqipërisë rithekson se ushtria çlirimtare e Kosovës ishte një lëvizje legjitime që luftoi për të drejtat themelore të njerëzit, për liri, dinjitet dhe vetvendosje të popullit të Kosovës, në përputhje me parimet e të drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së Kombeve të Bashkuara. Në gjykatën speciale të Hagës bëri sot mbrojtjen avokati Kadri Veselit. Ai shprehu bindjen se ish-kreu i Kuvendit të Kosovës dhe ish-komandanti i UÇK-s do dali pafajshëm pasi akuzat ndaj tij nuk qëndrojnë.
Avokati i ish kryetarit Kuvendit Kosovës, Kadri Veseli, deklaroi para gjykatës speciale në Hagë se nuk ka asnjë provë që ish komandanti UÇK-s të ketë kryer krime lufte. Sipas tij, koha dhe paratë shpenzuara do të vlejnë vetëm për të treguar brezave padrejtësinë e bërë. Gjykimi i Kadri Veselit për më shumë se 5 vite do të jetë sukses, jo vetëm për shkak se do të lirohet një person i pafajshëm, por do të vendoset edhe një precedent që brezat e ardhshëm do ta zbatojnë. Viktimat e dinë shumë mirë se padrejtësia më e keqe është drejtësia e pretenduar apo false. Ai kërkoi nga gjykata që të mos marrë përbazë deklaratat dhe dokumentet e sjella nga Serbia. Autoritetet serbe dhe mbështetja e tyre për këtë gjykat duhet të shihet me vëmendje, në veçanti për çështjet e mjekësisë ligjore dhe vlerësimin e provave që ata i kanë dhënë gjykatës. Dixon tha se ka pasur persona që kanë gënjur në betim dhe se prokuroria ka sulmuar padrejtësisht dëshmitarët e mbrojtjes. Si është e mundur që gjykata të mbështetet në pjesë të caktuara të dëshmitarëve për të dhënë një vendim fajësie përtej dyshimit arsyeshëm, ndërkohë që për të tjerët thuhet se nuk mund t'u besohet. Ka pasur persona që kanë gënjur në betim duke mos e thënë të vërtetën. Sipas tij, në Kosovë ka pasur apartheid nga Serbia dhe se Beogradi nuk ka kërkuar falje. Ju nuk mund të injoroni atë çfarë ka bërë Serbia, sikur forcat serbe ishin thjesht dele që kalonin gjatë natës. Edhe në Afrikën e Jugut kërkuan ndjesë për atë çfarë kishin bërë. Në Kosovë arkitektët serb dhe ekzekutuesit e bën të kundërtën. Avokati Veselit i konsideroi pretendimet e prokurorisë si përpjekje të kota dhe i bëri thirrje trupit gjykues të ndajë faktet nga shpihjet. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për gjyqin që po zhvillohet në Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s. Kreu i qeverisë shqiptare ka publikuar në rrjetet sociale një pjesë nga fjala e avokatit mbrojtës Hashim Thaçi duke shkruar: "Ja arsyeja kur flet përballë idiotësisë ndërkombëtare." Në videon e publikuar nga Rama, avokati Luka Mishetić thotë se Hashim Thaçi është i pafajshëm. Ai akuzon prokurorinë speciale se i ka hequr Thaçit prezumimin e pafajësisë dhe se akuza nuk ka sjell asnjë provë që të mbështesë pretendimet e saj. Pak ditë më parë, Rama i quajti prokurorin e gjykatës speciale idiot ndërkombëtar. Në prezantimin e programit për kampusin e institucioneve të drejtësisë që do të ngrihet në Tiranë, kryeministri Edi Rama tha se ky do të jetë një investim i jashtëzakonshëm. Ai nuk kurseu shigjetimet edhe për gjyqtarët për rritjen e pagave dhe arrestet me burg. Sistemi i drejtësisë në vend pritet të ketë një kampus të ri modern. Këtë të njëjtë u prezantua programi në një aktivitet ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë e cilësoi projektin një investim të jashtëzakonshëm që sipas tij do të ndikojë në rritjen e standardeve të punës në sistemin gjyqësor. Detyra jonë është që të vazhdojmë ta mbështesim sistemin dhe të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që sistemi të funksionojë me kushtet dhe me standardet më të larta. Ndërtimi i kampusit do të kërkojë edhe procedura shpronësimi për interes publik. Në këtë kuadër, kreu i qeverisë pati një mesazh për gjyqtarët, duke përmendur me ironi kërkesat e tyre për rritje page. Presoj gjykatësit që të trajtojnë pastaj shpronësimet të mos i japin dorës për t'i rritur dëmshpërblimet siç e bëjnë zakonisht, se në fundit janë të njëjtat para që kërkohen dhe për të rritur pagat. Ky është rasti ideal që të gjithë ne së bashku, duke qenë se dhe ju jeni përfshirë tani, të shkojmë në paraburgim për shpërdorimin e tyre. Kryeministri u ndal gjithashtu tek domosdoshmëria e bashkëpunimit dhe me institucionet e tjera, duke vënë theksin te përdorimi i teknologjisë. Nuk mundet dot që në emër të pavarësisë së sistemit drejtësisë të ndërtohet një sistem teknologjik i pavarur tërësisht. Sepse nuk flet dot me sistemet e tjera dhe gjitha ato të dhëna që i duhen pastaj sistemit për t'i procesuar nuk i proceson dot. Ja, për këtë konflikt konceptual humbëm vitet të tëra dhe u dogjën fondet të tëra sepse nuk arrinim dot të merreshim vesh në këtë pikë. Sipas përfaqësuesve të qeverisë, hapi i radhës do të jetë zhvillimi i një turi të dytë për rishikimin e planit paraprak, përpara se projekti të kalojë në fazën përfundimtare të konkursit ndërkombëtar. Nëpërmjet një komenti në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama shkruan se gjykatat kanë dhënë vendime në favor të gjyqtarëve apo prokurorëve të shkarkuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë, duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një efekt financiar në vlerën e 12 milionë eurove.
A i dini se gjykatët kanë dhënë deri më tani 92 raste në favor të llumit të pastruar nga vetingu, pra duke i trajtuar jo si vajtor, por si viktima që duhen dëmshpërblyer. Dhe ndërkohë, radha për të marrë lek nga taksat vazhdon edhe për tek këtij numrin 92, që do të thotë se ato 12 milionët mund të shkojnë shumë më tepër. Kjo quhet pavarësi e papërgjegjshme, shkruan Rama. Më tej kryeministri thekson se këto vendime të dhëna si urdhër ekzekutimi pa marrëndë formën e prerë nga gjykata administrative e apelit ka detyruar Institutin e Sigurimeve Shoqërore që të kryej pagesat nga fondi i pensioneve. Seanca e sotme e Kuvendit u përfshi nga debate të shumta për çështjen e mbledhjes së Këshillit të mandateve dhe imunitetit dhe protestën e opozitës. Mazhoranca akuzoi demokratët për përdorim dhune, ndërsa opozita ftoi qytetarët të bashkohen në tubimin e radhës. Nisi si një seancë e qetë, por përshkallzoi në tension mes palëve pas akuzave të Sali Berishës në adresë të maxhorancës për mosmbledhjen e Këshillit të mandateve. Kur ndonjëherë të dashur qytetar nuk keni patur në këtë sallë një grup njerëzish të cilët shkelmojnë mbi interesat tuaja jetike për të mbrojtur, më falni, në pamje të parë vithet e Belindës. Në të vërtet Edi Rame. Fjalorin, zoti Berisha, do t'ju ndërpritet fjala me një herë. Ju lutem zini vendet. Nuk mund të lejojmë këtë lloj fjalori në këtë parlament, paktën sa jam unë kryetari i Kuvendit. Në kundërpërgjigje, Tauland Balla akuzoi demokratët për dhunë në protestën e 10 shkurtit. Partia Demokratike, një antare e Partisë Popullore Europiane, duhet të distancohet nga këto akte dhune, ndërkohë që Kuvendi i Shqipërisë me urgjencë duhet të shprehet në mbrojtje të punonjësve të policisë shtetit. Por Sali Berisha vijoi thirrjet ndaj qytetarëve për tubimin e radhës. 20 shkurti është dita kur shqiptarët përmbysin tiranit, ndaj dhe ftojnë qytetarë shqiptarë që u hedhin në larg këto imunitete hajdutëve. Replikat Berisha i vijoi edhe me ministren e Brendshme pas mbërritjes së kësaj të fundit në seancë plenare. Je gënjeshtar patologjik, përveç se je dhunues dhe porositës kronik i dhunës, i derdhjes së gjakut, po si të vjen zorë, shkove në spital, pse nuk i takove policët? Ngrihesh dhe gënjen, zonja adres. Ku janë? Kanë emra, cilët janë? Asnjë. Përkundrazi, protestues paqësor në lulet ballit me plumb gome që mund të çpoj në probabilitetin me të mallkafken. Mes tensioneve në sallë, Niko Peleshi ndërpreu punimet e Kuvendit, por Sali Berisha akuzat në adresë të Edi Ramës dhe kryetares së gjykatës kushtetuese, lidhur me mosbotimin e nden në fletoren zyrtare të vendimit për çështjen Balluku, i vijoi jashtë parlamentit. Qofse vendimi i parë që interesonte Edi Ramës u publikua brenda 2 orëve, vendimi tjetër mbahet në sirtar, nuk zbardhet nga famozja që kryeson gjykatën, e cila është një militante e verbër e Partisë Socialiste, në mënyrë që Belinda të ketë kohë për të shkatruar dokumenta bashkë me Ramën. Ju e keni pa kamion, me thas, me baule, dalin nga kryeministria për të zhdukur gjurmë krimesh. Rinisja e punimeve gjeti sërish në replika Sali Berishën me deputet e maxhorancës, duke bllokuar foltoren e Kuvendit. Kush ju ka paguar që naftën? Kaq mjaftoi që socialistët të kërkonin pushimin e radhës. Kjo seancë nuk mund të vazhdoj më kështu. Kërkoj 5 minuta pushim. Por edhe pas ndërprerjes së dytë, Berisha akuzat i vijoi përpara mediave që e prisnin jashtë seancës. Ujërat e zezat të organizacë kriminale po shpërthejnë në të 4 anë. Përveç shqiptarëve, asgjë tjetër nuk mund të shtojë Shqipërinë. Një 58 vjeçar tentoi sot të grabis me Kalashnikov në mes të ditës filialin e një banke të nivelit të dytë në kryeqytet. Ai arriti të marrë në sportel vetëm 950.000 lekë, por u ndalua menjëherë nga policia. Hetuesve u tha se e ndërmori aktin për shkak të borxheve. Ky është momenti kur efektivët të policisë të Tiranës neutralizojnë 58 vjeçarin Bardhyl Fusha, i cili tentoi të grabis degën e një banke të nivelit të dytë në rrugën e Kavajës.
Autori që shihni dhe në këtë foto fill pas prangosjes, rezulton të jetë një sipërmarrës në fushën e ndërtimit. Ai ka mbërritur në vendin ku ndodhej filiali i bankës me këtë makinë tip Mercedes-Benz që shihni në pamje, të cilën e parkoi rreth 100 metra larg vendit të krimit. Më pas ai u drejtua bankës së nivelit të dytë, i pamaskuar, ndërsa në krah mbante një çantë brenda së cilës kishte një armë tip Kalashnikov. Pasi u fut në ambientet e brendshme të bankës së nivelit të dytë, 58 vjeçari qëlloi një herë në tokë, duke friksuar punonjësit, të cilët i dhanë atij një pjesë të parave që gjendeshin në bankën që ndodhet pas krave të mi. Nga verifikimet, bëhet fjalë për një shumë prej 950.000 lekësh. Këto para ju gjetën 58 vjeçarit në çantën e krahut pas sprangosjes nga uniformat blu. Këta të fundit morën në pyetje ndërtuesin Bardhyl Fusha, i cili përpara oficerëve deklaroi se grabitjen e kreu për shkak të disa vështirësive ekonomike që po kalonte kohët e fundit, si dhe disa borxheve. Është ekstraduar nga Belgjika 32 vjeçari Sergej Hasanpapaj. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK-si i përfshirë në atentatin me snajper ndaj Ardian Çapjes në qershor të 4 viteve më parë. Këto janë momentet kur Sergej Hasanpapaj i dorëzohet autoriteteve shqiptare që e kërkonin prej vitit 2024 si të dyshuar se është përfshirë në atentatin ndaj Ardian Çapjes në qershor të 2020-s në Elbasan. Ai u ekstradua nga Belgjika në zbatim të vendimit të gjykatës së posaçme, e cila me kërkesë të SPAK lëshoi ndaj tij masën e sigurimit arrest në burg. Hasanpapaj është nën hetim nga prokuroria e posaçme për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje, duke qenë pjesë aktive e një grupi kriminal që drejtohej nga Asuel Çela. Ky i fundit në kërkim. SPAK thotë se përmes komunikimeve në aplikacionin e koduar Sky dokumentoi përfshirjen e 32 vjeçarit në ngjarjen ku u plagos me snajper në banesën e tij Ardian Çapja. Roli i tij në këtë ngjarje ishte ajo e monitorimit të rrugëve që do të përshkuante ekzekutori dhe anëtar të tjerë të grupit, nëse do të kishte apo jo patrulla të policisë. Gazetari Elio Laze është arrestuar nga policia e shtetit pasi akuzohet se i ka kërkuar para Klaus Shaqirit, një punonjës të administratës në këmbim të fshirjes së një lajmi në portalin që zotëron. Bëhet fjalë për një shumë prej 5.000 eurosh që gazetarit janë gjetur në ambientet e portalit Priza Pikal në pronësit të tij. 37 vjeçari akuzohet për shtrëngim me anë të kanosjes dhe mashtrim. Ekspertët e ekonomisë japin alarmin se aktet nënligjore që janë të domosdoshme për ta bërë të zbatueshëm ligjin e basteve online nuk miratojnë si pasojë e presionit nga grupet kriminale që kontrollojnë aktualisht këtë aktivitet. Sipas tyre, përllogaritet që nga ky aktivitet i palishëm, shteti të ketë humbur deri tani afro 70 milion euro. Tregu i lojrave të fatit në Shqipëri është nën kontrollin e grupeve kriminale, për aq kohë se aktet nënligjore për funksionimin e basteve online nuk miratohen nga Ministria e Financave, pavarësisht se ligji është votuar në parlament prej 2 vitesh. I këtij mendimi është eksperti ekonomisë Ergi Sefa, autori një studimi mbi humbjet që pëson arka e shtetit nga lënia e kësaj industrie në tregun e zi. Në një intervistë në Klan News ai tha se humbjet që nga miratimi i ligjit përllogaritet në 70 milion euro. Ka disa dosje, jo vetëm në SPAK, por edhe në Prokuritë e Jurisdiksionit të Përgjithshëm, të cilat merren pikërisht me këtë çështje. Fakti që ka në këto vite disa dosje hetimore, të cilat një pjesë e tyre edhe kanë shkuar për gjykim, do të thotë që patjetër kemi dyshime shumë të arsyeshme që kemi përfshirje të krimit organizuar në këtë sektor. Presioni i këtyre grupeve kriminale tek autoritetet që duhet ta bëjnë ligjin të zbatueshëm kontrollojnë këtë aktivitet për aq kohë sa nuk zbatohet është evident, thot Sefa. Fakti që kanë vonuar më bën që të kem dyshime të arsyeshme që ka pasur presione nga grupet caktuara e interesi për të shtyrë në kohë sa më shumë ose për të vonuar, sepse nga aspekti teknik nuk ka as edhe një justifikim. Në këtë mënyrë, sipas ekspertëve, po favorizohet drejt për drejt tregu i zi. Po favorizohet në mënyrë direkte tregu i zi. Shumë qartë azi, e vetme mënyrë për të operuar sot në këtë sektor është në tregun e zi. Dhe kjo bëhet e gjitha për mungesë vëmendje nga ana e institucioneve shtetërore. Pra nuk është se kemi një faktor të huaj të jashtëm i cili po e pengon. Është i gjithë i faj institucioneve tona. Ministria e Financave, sipas ligjit të miratuar në parlament në shkurt të vitit 2024, duhet i kishte miratuar aktet nënligjore brenda gushtit të atij viti. Kjo për ekspertët përbën shkelje ligjore nga vetë ministria.
Normalisht që hap tazi kemi një shkelje të ligjit i cili përcakton edhe afatin 6 mujar. Në rast se nuk kemi arsye të mirëfillta, atëherë këtu jemi në kushte, do thoja unë, të shpërdorimit detyrës, sepse nëse ti nuk ke arsye apo pengesa të arsyeshme që të kanë bërë që të mos të bësh të akte, hartosh të aktën ligjore dhe miratosh, atëherë jemi në kushtet e shpërdorimit detyrës, sepse nuk e ke bërë si duhet detyrën tënde si institucion. Zbatueshmëria e ligjit në këtë rast sipas ekspertëve duhet ndjekur nga parlamenti. Unë shoh këtë si një mangësi të kontrollit parlamentar, sepse parlamenti, kuvendisht ai që e miratoi ligjin, dhe ai që duhet monitoroj dhe pushtetin ekzekutiv, ashtu siç dhe pushtetin gjyqësor për zbatimin e ligjit. Dhe në këtë rast ka munguar thelbësisht kontrolli dhe monitorimi parlamentar mbi zbatimin e ligjit. Referuar ligjit, shteti mund të sigurojë 12 deri në 18 miliard lekë shtesë në vit nga një taks 15% mbi të ardhurat bruto të operatorëve dhe 13 deri 23% mbi fitimet e lojtarëve, me fitime mbi 5 milion lekë, thotë eksperti tjetër i ekonomisë. Kemi humbje nga veprimtaria e biznesit, pra organizatorët e lojrave të fatin, nëse do legalizohen në Shqipëri, do pagunin tatim fitimin, do pagunin të vëshën, do pagunin sigurime shoqërore dhe shëndetësore, duke patur mungesë të mbikëqyrjes së transferimit të parave, mungesë transparence dhe qarkullim të parave të pista, shanset për të patur veprimtari kriminale dhe akte terroriste patjetër që shtohen. Të dhënat ndërkombëtare tregojnë se në tregjet e rregulluara një qytetar mund të shpenzojë mesatarisht rreth $250 në muaj për baste, ndërsa në Shqipëri janë evidentuar rreth 35.000 persona me qasje javore në bastet sportive. Parat, thonë ekspertët, aktualisht shkojnë të gjitha jashtë Shqipërisë. Mund të zenin gropat të qëndësishme të shpenzimeve që ne aktualisht i bëjmë, dhe fakti që nuk i kemi mbledhur për këto 2 vite, na ka bërë që këto shpenzime ti marrim nga takset e tjera, ndërkohë që mund të shflyheni me këto burim tjetër të ardhurash. E gjithë kjo para nuk është vetëm mungesë taksash në buxhetin e shtetit, por është dhe para e cila shkon jashtë vendit, është kapital për që transferohet jashtë. Dhe ky është një problem akoma dhe më i madh. Sipas ekspertëve, ky treg është kthyer më keq se sa përpara vitit 2018, ku si pasojë problemeve bastet u mbyllën me ligj. Absolutisht jemi në një gjendje edhe më të keqe. Pa një kuadër të plot zbatimi, ekspertët paralajmërojnë se sa më gjatë që tregu informali i lojrave të fatit të vazhdojë, aq më e vështirë do të jetë formalizimi i tij. Ministria e Financave, pyetur nga televizioni Klan për arsyet e mosmiratimit të akteve në ligjore, vijon të mos ia përgjigje. Inflacioni në vend ka nisur vitin me një rritje të lehtë, ndërsa kostot e jetesës vijojnë të ndikojnë buxhetet familjare. Inflacioni në muajin janar arriti në 2.3%, duke shënuar një rritje krahasuar me 1.9% që ishte një vit më parë. Krahasuar me muajin dhjetor, çmimet e konsumit u rritën me 0.4%, duke reflektuar rritje të kostove në disa shërbime dhe produkte bazë. Peshën më të madhe në inflacion vazhdojnë ta kenë shpenzimet për banesën, energjinë dhe ujin, të ndjekura nga ushqimet dhe pijet jo alkolike, që zënë një pjesë të konsiderueshme në buxhetet e familjeve. Rritja e ndjeshme është regjistruar edhe në sigurime dhe shërbime financiare, si dhe në sektorin e argëtimit, sportit dhe kulturës, duke treguar një zgjerim të presioneve të çmimeve dhe në sektorin e shërbimeve. Nga ana tjetër, disa kategori si veshje dhe këpucë kanë shënuar ulje të lehtë mujore të çmimeve. Në tërësi, të dhënat tregojnë një inflacion të qëndrueshëm, por ende të ndikuar nga kostot bazë të jetesës në ekonomi. Zhvendosemi në Kosovë, kryeministri Albin Kurti u shpreh i gatshëm për të diskutuar me partitë për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, por më parë cilësoi si urgjente votimin e buxhetit të ri dhe marrëveshjet financiare ndërkombëtare nga parlamenti. Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e parë disa orë pasi është votuar në Kuvendin e Kosovës. Qeveria u mblodh për të votuar dhe proceduar në Kuvend buxhetin e shtetit dhe ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Kurti tha se qysh nesër është i gatshëm të bisedojë me partitë e tjera për çështjen e presidentit. Tash jemi në hapin e tretë, votimi i buxhetit 2026 dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Por sa të përfundohen këto, jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjekte tjera politike
për çështjen e presidentit. Ndërkohë, presidenti Vjosa Osmani ka anuluar pjesëmarrje në konferencën e sigurisë në Mynih për shkak të angazhimit institucional dhe prioritetet që lidhen me zhvillimet brenda vendit. Ndonse seancat e para do të jenë për marrëveshjet ndërkombëtare dhe buxhetin, ende nuk dihet se kë do të propozojë Albin Kurti si kandidat për president të vendit. Vjosa Osmani tashmë ka shfaqur ambicjet e saj edhe për një mandat tjetër. Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s janë mbledhur këtë të njëjtën në Bruksel. Në fokus është misioni i ri i sapo nisur në Arktik. NATO-ja ka nisur zyrtarisht misionin roja Arktikut me qëllim përmirësimin e pozicionit ushtarak të aleancës në këtë rajon. Kjo lëvizje vjen pas tensioneve të fundit mes aleatëve të NATO-s, Danimarkës dhe Shteteve të Bashkuara lidhur me të ardhmen politike të Groenlandës. Misioni i NATO-s në Arktik së bashku me Ukrainën janë në fokus të bisedimeve të ministrave të aleancës që janë mbledhur këtë të njëjtën në Bruksel. NATO nuk është aty vetëm për të mbrojtur Europën dhe Kanadan, është aty për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara dhe që Shtetet e Bashkuara jenë të sigurta ju nevojitet një Arktik i fortë dhe i sigurt, një Europë e sigurt, por dhe një Atlantik i sigurt. Rutte dhe Trump ranë dakord në samitin e Davosit që NATO do të luante një rol më të madh në mbrojtjen e Arktikut, ndërsa Danimarka, SBA dhe Groenlanda do të zhvillonin diskutime të mëtejshme. Tani është koha të marshojmë për të qenë pragmatik. Kemi një bazë të fortë për të punuar së bashku, për një NATO të bazuar në partneritet dhe jo në varësi. Deri më tani nuk janë të qarta detajet se sa shtetet e NATO-s janë të përfshira në këtë mision, por edhe për nivelin e trupave, edhe pse Aleanca Ushtarake ka konfirmuar se misioni është shumë dimensional që nënkupton se do të përfshijë ajrin, detin dhe tokën. Rusia ka blokuar plotësisht përdorimin e aplikacioneve të mesazheve WhatsApp në vend, duke akuzuar platformën se nuk zbaton ligjet rusa. Aplikacioni amerikan i mesazheve WhatsApp në pronësi të Meta Platforms është bllokuar plotësisht në Rusi. Kremlini njoftoi këtë të njëjtë se ndalimi është bërë për shkak të mosrespektimit të ligjit vendas, duke sugjeruar që rusët mund të përdorin një platformë kombëtare të mbështetur nga shteti. Për shkak të mosgatishmërisë së Metës për të përmbajtur ligjit rus, një vendim i tillë u mor dhe u zbatua, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, duke propozuar që rusët të kalojnë në Max, aplikacionin shtetëror të Rusisë. Kritikët janë shprehur se platforma ruse Max është një mikëshyrjeje, por autoritetet e kanë mohuar një gjë të tillë. Masa kundër WhatsApp, aplikacionit më të popularizuar të mesazheve në Rusi, është kulmi i 6 muajve presion mbi kompaninë amerikane. Kjo pasqyron ngutjen e autoriteteve ruse në kohë lufte për të krijuar dhe kontrolluar një infrastrukturë komunikimi sovrane në të cilën kompanitë e huaja teknologjike i nënshtrohen ligjeve lokale ose zhduken. WhatsApp kishte në Rusi më shumë se 100 milion përdorues. Rregullatori rus i internetit tha këtë javë se po kufizonte më tej aksesin edhe në aplikacionin e mesazheve Telegram, duke përmendur mungesën e sigurisë. Telegram është shumë popullor në Rusi dhe thuhet se përdoret gjerësisht nga forcat e saj në Ukrainë. Një sportist ukrainas është përjashtuar nga lojrat olimpike dimërore të Milano sepse përdori një helmet mbrojtëse ku ishin të stampuar disa prej viktimave të luftës me Rusi. Sportisti ukrainas i skeleton Vladislav Heraskevic është skualifikuar nga lojrat olimpike dimërore Milano Cortina për shkak të kaskës mbrojtëse që mbajti gjatë garës. Në të ishin stampuar disa imazhe të sportistëve ukrainas që kanë humbur jetën pas sulmeve të Rusisë dhe kjo gjë është konsideruar e papranueshme nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Heraskevic u paralajmërua gjatë një takimi me presidenten e komitetit Kirsti Coventry, e cila u përpoq ta binte për të mos e mbajtur kaskën, por ai bëri të kundërtën. Komiteti bëri me dije se nuk është kundër mesazhit që ai kërkon të përcjell, por kundër formës që zgjodhi. Vendimi erdhi pas përfundimit të garës ku ai arriti kohën më të mirë. Vetë sportisti Heraskevic tha se do të vazhdojë rrugën ligjore. Jam përjashtuar nga Olimpiada, por nuk do të dorëzohem sepse këtë çështje do ta çojë në kas. Rregulli i kartës olimpike përcakton se asnjë formë demonstrimi apo çështje politike, fetare ose racore nuk mund të përdoret në gara apo podiume. Dhe këtu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru takofshim.